Vetgjyësia është e dënueshme, duhet bëjmë gjithçka si shoqëri, kur shkojmë në vetgjyësi do të thotë diçka ka çaluar. Po. Dhe ato që lexove, domethënë, ironia më e madhe janë ato që lexove, sapo lexove. Ironia më e madhe janë deklaratat e atyre që sapo lexove. Që u vjen keq ose te kryeministri që mendon se po u forcua më shumë neni për armbajtjen pa leje, do zgjidhet kjo gjë. Nuk zgjidhet me ligj, nuk është zgjidhur as kur ke ashpërsuar dënimin për krimin familje apo përdhunën familje, nuk është zgjidhur kështu, nuk zgjidhet kështu me ligj. Domethënë Rama mendon që po bëre këtë, kjo është një ironi e madhe. Të gjithë ata të cilët i lexove, duhet i bëjnë një pyetje vetes. Çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe që kemi mbi 8000 vrasje për pronat në Shqipëri, për shembull nga viti 92 e këtej, dhe sa herë kanë reaguar institucionet, sa herë kanë, domethënë, ku janë, sa herë janë tallur me qytetarët, thash, e fillojmë me idenë që kjo është ngjarje tmerrësisht rënd, është tronditëse, është thash vetgjyësia është e dënueshme, është një gjë që fare për të, nuk ka, nuk hyn. Por ama, madje nuk dua të diskutoj as vendimin për këtë gjë. Por ka një gjë shumë thjeshtë. Po shifja me vëmendje në sa institucione ishte përplasur zotëria Xhaxhai i vrasit në këtë vite. Një tallje e papar. Por nuk është vetëm ky, unë kam ndjekur në këtë vite në media, domethënë, fatmirësisht jam marrë dhe me investigimin në një pjesë të një, dhe tallja më e madhe ka qenë me ish-pronarët. Domethënë kemi një krim të gjithë këtyre institucioneve, të cilët nuk marrin seriozisht qytetarët. Sa ish-pronar ka në këtë vend që nuk kanë marrë pronat? Ata të cilët shikoj. Sa njerëz ka duke përfshirë ndoshta edhe ne që nuk i marrim dot pronat. Kanë vdekur dyve gjykatave me letra në dorë pa marrë pronat, dhe unë po them që a kanë përgjegjësi këta para se të shprehin ngushëllime me të drejtë, se është ngjarje shumë e rëndë, të bëjnë një mea culpa, domethënë për gjithë institucionet që drejtojnë për përgjegjësinë që kanë. Dhe të thash, ky mund të jetë një rast shumë i mirë që të bëhet një skaner i fortë, se ku kanë çaluar gjërat, që erdhën në këtë përfundim kaq tragjik, kaq dramatik, domethënë në një situatë, në një ngjarje kaq të rëndë, domethënë për sistemin e drejtësisë, për shoqërinë shqiptare, për gjithë çka ka ndodhur sot. Prasja e një njeriu atje është tronditëse, në atë jo thjesht se ishte gjyqtar, por këdo që vrasja domethënë është një gjë e rëndë, por një magjistrat në vendin e punës në momentin që jep vendimin, vritet, për mua është një gjë shumë e rëndë. Prandaj hyra, lexova, po shifja gjëra të cilët i kam parë gjatë këtyre viteve, dhe them që kjo tallje e madhe e institucioneve, më shumë e kisha zemrimin me gjithë ata të cilët kanë gati duket me enter, me shtypur, vetëm ndryshojnë emrin e keqardhjes për rastet që dhe nuk bëjnë asgjë në përditshmërinë e tyre, të drejtues institucionesh, që të vërtet kujdesen për qytetarët, sepse parandalimi i këtyre ngjarjeve është thelbi i institucioneve. Nëse ne reagojmë vetëm pasi ndodhin tilla, që shprehim vërtet atë tronditjen, por nuk kemi tronditur asnjëherë kur qytetarët nuk e gjejnë në vendin e vet, të drejtën e vet, kur të përfillen paktën, se nuk do të thotë që meqense është ankuar ka drejt zotëria që ka humbur gjyqin. Nuk po them fare këtë, nuk i them fare domethënë raportit që nuk e gjykoi unë vendimin që ka marrë i ndjeri. Çështja është që si ka mundësi në gjithë këto vite ti mos japsh zgjidhje një gjë dhe nuk është rasti vetëm, janë shumë. Dhe unë mendoj që këtu do ta fillojmë një analizë nëse duhet të jemi drejt. Do thuash ti që nuk është dita, jemi një ngjarje që na ka tronditur që ka të bëjë me sigurinë. Okej. Do hetohet, do gjendet fajtori, është